Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën mbështeti sot strategjinë e zyres civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut të vendit të banuar me shumicë serbe. Ky grup, që përbën nga 25 vende të botës që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, debatoi sot në Vjenë arritjet dhe sfidat në Kosovë dhe dëgjoi raportimet e shefit të zyres civile Peter Fajth dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Muajin e kaluar zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës paralajmëruan një strategji për veriun e vendit që parasheh organizimin e zgjedhjeve lokale në komunën veriore të Mitrovicës, zgjedhjeve në 3 komuna tjera veriore me shumicë serbe deri në fund të vitit dhe zvogëlimin e vazhdueshëm të hapësirës për veprim të strukturave paralele. Analisti Ramush Tahiri thanë në një bisedë për Zërin e Amerikës se kjo strategji është e domosdoshme në radhë të parë për hir të qytetarëve serb të asaj pjese të Kosovës. Kjo strategji nuk ka alternativ tjetër, është në të mirë në rend të parë të qytetarëve serb, siguron mirëqenien e qytetarëve serb, inkuadrimin e tyre në strukturat e Kosovës dhe gjithashtu i parashef të gjitha lidhjet e mundshme me Serbinë, sepse Serbia duhet t'u ndihmojë qytetarëve lokal të përkatësisë serbe në Kosovë, edhe në arsim, edhe në shëndetësi dhe në gjitha segmentet tjera që kanë të bëjnë me ruajtjen e drejtave nacionale, traditës, kulturës dhe të integrimeve të përbashkëta në strukturat evropiane. Strategjia e cila është publikuar vetëm pjesërisht dhe e cila përjashton përdorimin e forcës është kritikuar ashpër nga Beogradi zyrtar, i cili vazhdon të mbështetë strukturat e tij në Kosovë dhe vetëm për këtë vit kanë ndarë mbi 40 milion euro për mbajtjen e tyre. Zyrtarët e qeverisë serbe, por edhe përfaqësues politik të komunitetit serb në veri, thanë se kjo strategji nuk mund të zbatohet, sikurse as krijimi i komunës së re në Mitrovicën veriore, që është edhe pjesë e planit të kryenegociatorit ndërkombëtar Marti Ahtisaari. Ata thonë se atje tashmë ekziston komuna që mbështetet nga Beogradi dhe nuk kanë nevojë për ndonjë krijesë tjetër politike. Por analisti Tahiri e shmon shumë të rëndësishme mbështetjen ndërkombëtare për strategjinë për veriun, ndërsa është i bindur se strukturat e atjeshme do të shkrihen me që interesat e qytetarëve serb do të drejtohen nga Prishtina. Në veri kemi strukturat paralele që kanë ndihmën e Serbisë, po megjithatë struktura paralele të qytetarëve lokal. Tash, unë mendoj se këto strukturat paralele do të kthehen ka Kosova dhe ka institucionet e Republikës së Kosovës, sepse ndihma e Beogradit nuk mund të jetë, të themi, edhe në kundërshtim me parimet e bashkësisë ndërkombëtare, por nuk mund të jetë edhe në kundërshtim me vetë parimet e Serbisë, e cila e ka pranuar edhe më herët rezolutën 1244 dhe të themi pavarësimin në një formë të Kosovës nga pushteti i Serbisë. Beogradi vazhdon të kundërshtojë ashpër pavarësinë e Kosovës, cilën e kanë njohur deri tash 65 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Mbështetësit e pavarësisë së Kosovës sot kanë riteksuar përkushtimin për të përkrahur Kosovën edhe në përpjekjet e saj për integrimin në strukturat euroatlantike. Për Zërin e Amerikës, Besma Basi, Prishtinë.